Të nderuar teleshikues të drita televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 12 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacion në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1999. NATO hyri në Kosovë. 1924. Qeveria sapo formuar pas revolucionit të qershorit, e kryesuar nga Fanoli, shpalli programin e saj prej 20 pikash. Lindje 1924. Lindi George Herbert Walker Bush, presidenti 41 i SBA-s. 1929. Lindi Annalise Marie Frank, shkrimtare gjermane me origjinë çifute. 1981. Lindi Adriana Lima, fotomodele braziliane. Vdekje 1920. Vdiq Selam Musaj, luftëtar i shquar shqiptar, pjesëmarrës në luftën e Vlorës në 1920. Festa dhe përvjetore. Dita e Lërisë në Kosovë, çlirimi i Kosovës nga sundimi serb. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Helmut Kolb, i cili ishte një kimist gjerman mjaft i njohur. Adolf Wilhelm Hermann Kolb ishte një kimist gjerman i cili ka lindur më 27 shtator të vitit 1818 dhe ka vdekur më 25 nëntor të vitit 1884. Kolb shpiku termin sintezë dhe kontribui në shkatrimin filozofik të vitalizimit përmes sintezës së produktit natyror biologjik, acidit acetik nga disulfidi karbonit në teorinë strukturore nëpërmjet modifikimeve të idesë radikaleve dhe paraprashtimit të saktë të ekzistencës së dytësorëve dhe terciarëve dhe alkoleve. Kolb promovoi idenë se komponimet organike mund të nxirren nga substanca që burojnë qartë nga jashtë këtij konteksti organik, drejt për drejt ose tërthorazi nga proceset e zëvendësimit. Kolb gjithashtu prezantoi një ide të modifikuar të radikaleve strukturore. Ishte personi i parë që përdori fjalën sintezë në kuptimin e saj të sotëm dhe kontribui në një sër reaksionesh të reja kimike. Ai zhvilloi procedura për elektrolizën e kriprave të acideve yndyrore dhe të tjera karbolistike dhe përgatiti acidin salicylik, një blok ndërtimi i aspirinës, një proces të quajtur sinteza Kolb. Metoda e tij për sintezën e nitrilit quhet sinteza e nitrilit Kolb dhe me Edward Frankland ai zbuloi se nitrilet mund të hidrolizohen në acidet përkatëse. Disulfidi i karbonit. Disulfidi i karbonit është një lëng i paqëndrueshëm i pangjyrë me një erë të ngjashme me eterin. Përdoret gjithashtu në sintezën e komponimeve organosulforike të tilla si natriumi, metam dhe tymosës si tokës dhe përdoret zakonisht në prodhimin e një fije mëndafshi të pëlhurës së butë. Disulfidi i karbonit formohet natyrshëm në vazot e sulforateve vulkanike, shërben si burimi i sulfurit të hidrogjenit. Disulfidi i karbonit përdoret si ineksitit për tymosjen e driterave, stokut të fidanishteve. Gjithashtu është një tretës për fosforin, shufurin, selenin, bromin, jodin, yndyrnat, rëshirën, gomën dhe asfaltin. Është përdorur në pastrimin e nanotubave të karbonit me një mur. Një shpikje rallës e Kolb është dhe acidi acetik. Acidi acetik është acidi i dytë karbolistik, më i thjeshtë dhe është një reagent kimik industrial i rëndësishëm. I përdorur kryesisht në prodhimin e acetatit të celulozës për film filmografik dhe acetatit polivinil për ngjitsin e drurit. Acidi acetik është lehtësisht zgëryes ndaj metaleve duke përfshirë hekurin, magnesin dhe zinkun, duke formuar gaz hidrogjeni dhe kripra të quajtura acetate. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të vajit të rozmarinës. Rozmarina është shumë më tepër se një barishte aromatike. Është në fakt një nga bimët dhe varrat esencial më të fuqishme në planet.
Vaji rozmarinës është një dezinfektues efektiv dhe përdoret si një shpërlarës për gojën, pasi ndihmon në largimin e erës së keqe. Vaji rozmarinës është ushqyes perfekt për lëkurat e yndyrshme, pasi ushqen, tonifikon lëkurën, duke mbajtur nën kontroll yndyrën e tepërt. Vaji esencial i rozmarinës është tonik i shkëlqyer për trurin dhe sistemin nervor. Stimulon aktivitetin nervor dhe është shumë efektiv për largimin e depresionit. Disa nga përfitimet kryesore të vajit të rozmarinës. Ulëntimet kanë zbuluar se vaji esencial i rozmarinës është shumë efektiv kur bëhet fjalë për shumë shqetësime të rëndësishme shëndetësore që përballemi sot. Gazeta ndërkombëtare e shkencës së neuroneve botoi një studim që theksoi këtë fenomen në vitin 2017, pas vlerësimit se si performanca njohëse e 144 pjesëmarrësve u ndikua nga aromaterapia me vajin e rozmarinës. Ulëmtuesit e Newcastle zbuluan se vaji i rozmarinës përmirësoi dukshëm cilësinë e përgjithshme të kujtesës dhe faktorët e memorjes sekondare. Gjithashtu, ai ndihmoi njerëzit të bëheshin më të vëmendshëm. Një tjetër funksion i tij është dhe mirë funksionimi i mëlçisë. Tradicionalisht i përdorur për aftësinë e tij për të ndihmuar me problemet gastrointestinale. Rozmarina është gjithashtu një pastrues fantastik i mëlçisë. Është një barishte e njohur për efektet e saj koleretike dhe hepatoprotektive. Koleretik do të thotë se rozmarina është një substancë që rrit sasinë e bilirubinës, ndërsa hepatoprotektivi nënkupton aftësinë për të parandaluar dëmtimin që mund t'i bëhet mëlçisë. Një tjetër aftësi është dhe luftimi i kancerit. Përveç se është një antioksidant i pasur, rozmarina është gjithashtu e njohur për vetitë e saj antikancerogjene dhe antiinflamatore. Një nga komponentët kryesorë aktiv të rozmarinës është karnoli. Sipas një artikulli të botuar në revistën Cancer Letters, karnoli është vlerësuar për vetitë e saj kundër kancerit. Përveç kësaj, ai duket se ka një toksicitet selektiv ndaj qelizave të kancerit kundrejt qelizave jo tumorogjenike. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori i Kosovës për datën 12 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në disa zona gjatë paraditës dhe mesditës priten reshje të dobta dhe afatshkurtra shiu. Paraditja do të ketë vranësira dhe reshje të izoluara lokale, ndërsa pasditja vijon me përmirësim gradual të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior deri veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 28 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 27 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori shqiptar për datën 12 qershor
2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Vranësirat do të jenë të pakta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë orëve të pasdites. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pa reshje, domethënse temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8, sipas të dhënave astronomike. Lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 15 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 20 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 31 gradë Celsius, Berat 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 13 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 20 deri në 30 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 28 gradë Celsius, Sarand 20 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.